Flakët përfshin pas ditën e djeshme disa fshatrat Finiqit dhe Delvinës duke rrezikuar banesat në Kostar dhe Mesopotam. Me ndërhyrjen e zjarfikësve nga toka dhe të 3 helikopterëve Cougar nga ajri, situata kritike u shmang. Pas evakuimit, banorët u rikthyen për shtëpi, ndërsa vatra zjarri u regjistruan edhe në Hekal të Ballshit, ku u dogjën mbi 10 hektar ullishte dhe shkure, ndërsa në Dardhë të Librazhdit zjarri vijon aktiv prej 6 ditësh. Pas ditën e kësaj të hëne, disa fshatra të Finiqit dhe Delvinës u përballën me një situatë të vështirë nga zjarret. Flakët që fillimisht u shfaqën në pjesën kodrinore të Matomares u përhapën me shpejtësi pranë zonave të banuara, duke rrezikuar shtëpitë. Më kritike situata u paraqit në fshatin Kosar, ku flakët hynë edhe në oborret e banesave. I rrezikuar ishte edhe fshati Vllahat, ku forcat zjarfikse u stacionuan pranë shtëpive. Në terren, forcat e policisë u angazhuan për evakuimin e banorëve. Për normalizimin e situatës, 3 helikopter Cougar të forcës ajrore ndërhyn nga ajri për shuarin e flakëve. Për report të vënën, kryetari i Bashkisë së Finiqit tha se pas 6 orësh situata u vendos nën kontroll. Aktualisht gjendja është nën kontroll. Fillimi i zjarrit ka qenë shumë intensiv. Operacionin për fikjen e zjarrit e ndoqi nga afër edhe prefekti i Vlorës Elvis Allushi. Ajo tha se fshati Kostar rrezikohej më shumë nga flakët, ndërsa banorët evakuuar po rikthehen në banesa. Në fshatin Kostar, që ishte një fshat i cili rrezikoi vërtet si pasojë e kësaj situate të krijuar, fillimisht u bë evakuimi i banorëve të zonës. Një pjesë e banorëve që janë evakuar janë kthyer nëpër banesa dhe aktualisht vijon edhe rikthimi i pjesës tjetër të banorëve që janë larguar nga banesa këtu në fshatin Kostar, por njëkohësisht edhe poshtë në Mesopotam. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari u bëri thirrje banorëve të respektojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin çdo veprim që mund të krijojë rrezik shtesë. Pas disa orësh, situata u vënë në kontroll, teksa forcat zjarfikse janë dislokuar në mbrojtje të avancimit të zjarrit në zonat e banuara. Një zjarr përfshiu pasdite dhe një sipërfaqe me shkure e barishte në një zonë kodrinore në fshatin Opar të Maliqit. Në vendngjarje u nisën zjarfikset për izolimin e vatrës me synim pengimin për të rrezikuar zonat e banuara. Një tjetër zjarr me përmasa të mëdha ra edhe në Hekal të Ballshit, flakët e të cilit u favorizuan nga era e fortë që shkrumbojnë mbi 10 hektar me ullishte dhe shkure. Flakët rrezikuan banesat dhe puset e naftës rreth 100 metra afër, por fal ndërhyrjes së 6 mjeteve zjarfikse të Ballshit, Patosit, Roskovecit dhe Alpetrolit u izolua. Ndërkohë, prej 6 ditësh, zjarri në masivin pyjor në Dardhë të Librazhdit vijon të jetë aktiv, ndihmuar nga era e fortë dhe temperaturat e larta. Zjarfiksit e Librazhdit dhe mbrojtja civile po hasin vështirësi prej terrenit të thyer malor. Fatmirësisht, deri tani nuk raportohen të lënduara apo banesa të rrezikuara. Vatra ndodhet larg zonave të banuara. Harta e re territoriale e propozuar nga socialistët po përballet me kundërshtimet forta nga bashkitë që pritet të shkrihen. Mbrëm u zhvilluan protesta në Cerrik, Dimal dhe në Patos. Këshilli Bashkiak i Libohovës ishte unanimisht kundër, ndërsa sot zhvillohet mbledhja e këshilltarëve në Klos. Edhe opozita shprehet kategorikisht kundër. Një ditë pasi kryeministri Edi Rama u kujtoi kryebashkiakëve detyrën e tyre për të shprehur me shkrim për projektin e ndarjes së re territoriale, disa nga bashkitë që preken duke u shkrirë kanë nisur të organizohen për të mbajtur zyrtarisht qëndrimin e tyre. Libohova, që sipas draftit të mazhorancës pritet të bashkohet Gjirokastrës, është e para që ka mbledhur këtë të hënë Këshillin Bashkiak, ku si rrallëherë të majtit të djathtë janë bërë bashkë kundër shkrirjes së bashkisë Libohov. Këtë qëndrim unanim të gjithë këshilltarëve bashkiak pritet t'ia çojnë qeverisë me shpresën se vendimi i tyre do të merret parasysh. Edhe bashkia Klos, e cila pritet t'i bashkohet Matit, do të mbajë qëndrimin e saj zyrtare.
Antarët e Këshillit Bashkiak kanë kërkuar një mbledhje urgjente ku pritet të diskutohet qëndrimi institucional i Këshillit ndaj projektit të reformës administrativo-territoriale. Këshilltarët propozojnë që në mbledhje të shqyrtohet ndikimi i reformës, të miratohet një rezolutë zyrtare kundër shkrirjes së Bashkisë Klos. Kjo rezolutë të dërgohet Kuvendit, Këshillit të Ministrave dhe institucioneve të tjera përgjegjëse, si edhe të organizohen konsultime publike me qytetarët në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Ndërsa në Rogozhinë, e cila pritet të bashkohet me Kavajën, janë punonjësit e bashkisë ata të cilët e kanë kundërshtuar bashkimin, duke pezulluar për pak çaste punën mëngjesin e kësaj të hëne në shenjë demonstrative kundër propozimit të socialistëve. Ata thonë se ndjen të tradhtuar nga kupola e PS-s, ndërsa kërkojnë në ngulm që Rogozhina të mbetet bashkim më vete, pasi sipas tyre rrezikon të humbasë identitetin e saj. Një tjetër bashki që kundërshton shkrirjen është ajo e Patosit, e cila pritet i bashkohet Fierit. Qytetarët thonë se ky vendim cënon identitetin e qytetit të naftëtarëve dhe rrezikon shpopullimin e qytetit me largimin e shërbimeve. U janë rikthyer protestave banorët e Dimalit, të cilët nuk pranojnë që bashkia e tyre të bashkohet me Beratin, në shenjë pakënaqësie për reformën territoriale, pasi sipas tij do të largojë shërbimet e qytetarëve. Administratori i njësisë Kutalli, Miço Rakazia, dha dorëheqjen publikisht. Shërbimet po largohen nga komuniteti që unë përfaqësoj, kanë dalë këtu dhe shpall zyrtarisht dorëheqjen. Zëra kundër socialistët kanë pasur edhe në mesin e tyre. Deputeti i Vlorës Vullnet Sinaj ka mbajtur qëndrimin e tij publik kundër shkrirjes së bashkisë së Selenicës me Vlorën. Ai kërkon që të dëgjohen ekspertët dhe qytetarët. Nëse qeveria do të rriste financimin për pushtetin vendor sipas Sinës, nuk do të kishte nevojë të shkohej drejt uljes së numrit të bashkive. Opozita, e cila ka mbrojtur variantin e saj që çon nga 61 në 100 numrin e bashkive, ka qenë e qartë që në fillim, kur e cilësoi propozimin e shumicës si një projekt politik dhe për qëllime elektorale. Tani ajo duket se po i gëzohet zërave kundër nga radhët e socialistëve, por edhe qytetarëve në disa bashki të vendit. Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trënd të lapsit narkodiktatori kërkon të quaj nga harta, të nërmarrin një proces protestet pa ndërprerë, të bashkohen. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk në vend të decentralizimit, promovon centralizimin ekstrem. Deri më sot, Edi Rama nuk ka zhvilluar asnjë konsultim real me qytetarët. Nuk ka paraqitur asnjë analizë të ndikimit dhe nuk i ka pyetur komunitetet që kërkon t'i zhduk nga harta administrative e Shqipërisë. Deri më sot, Edi Rama nuk ka publikuar asnjë studim serioz që të dëshmojë se shkrirja e 15 bashkive do të sjellë shërbime më të mira, administratë më të aksesueshme. Blushi i bashkohet qëndrimit të opozitës, e cila kërkon referendum për këto ndryshime. 5 janë kandidatët që kanë aplikuar deri më tani për të bërë pjesë e garës për prokuror të përgjithshëm, pasi të analizojë nëse kandidatët plotësojnë kriteret. Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të rendisë 3 kandidatët më të kualifikuar, listë e cila i dërgohet për votim Parlamentit të Shqipërisë. Arta Marku zgjodh prokurore përgjithshme përkohshme në dhjetor të 2017-s deri në 2029-ën, kur Kuvendi zgjodhi Olsian Çelën me mandat të plot. Detyra e tij 7 vjeçare në krye të prokurorisë së përgjithshme mbyllet në dhjetor të këtij viti. Pa të drejtë emërimi dhe mes kandidatëve që synojnë ta pasojnë, është edhe vetë Arta Marku, aktualisht prokurore e apelit në Tiranë. Thirrjes publike të Këshillit të Lartë të Prokurorisë u përgjigjen edhe 4 kandidatë të tjerë, i sfiduar me garat pas 2 përballjeve për kreun e SPAK. Prokurori posaçëm Adnan Xholi garon edhe për prokuror të përgjithshëm. Aplikimin e ka dorëzuar edhe prokurori i Tiranës Ylli Pjeternikaj, Rovena Zoto, gjithashtu prokurore e Tiranës, dhe Fationa Memçaj, prokurore në Eurojust. Ndërkohë, siç report të VMS-oj, Kreshnik Ajazi, kreu i prokurorisë Elbasanit, aplikoi fillimisht në KLP, por mëtej u tërhoq nga gara. Afati i fundit e aplikimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë ishte një gushti, por duke qenë se ishte shtun, aplikime priten edhe këtë të hënë.
Kandidatët paraqisin platformën e tyre. Këshilli i lartë i prokurorisë përzgjedh dhe rendit 3 kandidatët më të kualifikuar me pikë dhe më tej lista me 3 emrat i dërgohet kuvendit ku duhet të marrë 3/5 e votave të deputetëve. Nëse kuvendi nuk e zgjedh prokurorin e përgjithshëm brenda 30 ditëve nga paraqitja e kandidatëve, emri i renditur i pari nga Këshilli i lartë i prokurorisë konsiderohet i emëruar automatikisht. Kjo procedurë u vendos nga reforma në drejtësi për të rritur pavarësinë e prokurorisë dhe për të kufizuar ndikimin politik në emërimin e prokurorit të përgjithshëm. Pas të shtënave me armë nga jahti në Palas, ngjarja vijon tjetë e mbuluar me mister. Pas një ndjekje të gjatë në det, policia nuk gjeti armë kur kontrolloi mjetin lëndrues. Bruno Çela, djali i pronarit kompanisë Brunes, Pashk Gjini, biznesmen ndërtimi i dënuar më herët për drogë dhe 2 të tjerë që u gjetën në bordin e jahtit, u lanë të lirë pas marrjes në pyetje. Pas 2 orësh ndjekje në det, jahti luksos u ndalua pranë Himarës. Ky është momenti kur 4 persona që ndodheshin në bord shoqërohen nga policia. Burime pranë grupit hetimor thanë se persona që ndodheshin në bord tentuan të largoheshin me gomone dhe më pas fikën dritat e jahtit. Në njoftimin zyrtar, policia nuk përmend as tentativën për t'u larguar dhe as fikjen e dritave. Në bord ndodheshin Bruno Çela, djali i biznesmenit Geron Çela, i cili drejton disa kompani, mes tyre edhe Brunes. Një herësh, 31 vjeçari është antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, nën siglën e PSD-s Tom Doshit. Në jaht ndodhej dhe biznesmeni i ndërtimit Pashk Gjini, bashk me Afrim Kastratin e Leonard Hasan. Pashk Gjini nuk është një emër i panjohur për drejtsinë. Ai u lirua nga burgu në fund të vitit 2022, pasi vuajti në Shqipëri dënimin i njohur nga autoritetet spanjolle për trafik ndërkombëtar droge. Paralelisht ndaj tij SPAK vijon hetim pasuror. 60 vjeçari është pronari i kompanisë ndërtimit Alessio 2014, e cila ndër vite ka fituar dhe tender publik. Të 4 u vunë në ndjekje policore pas sinjalizimit që mbërriti rreth orës 21 të së dielës nga pushuesit e Palasës që raportuan për të shtëna që vinin nga jahti. Burime pranë grupit hetimor thanë se 4 personat janë marrë në pyetje dhe më pas janë lënë të lirë. Ata kanë deklaruar se nuk kanë qëlluar me armë. Hetuesit u kanë marrë monstra nga duart për ekspertizën e mbetjeve të barutit, analizat e së cilës pritet të tregojnë nëse ndonjëri prej tyre ka përdorur armë. Zyrtarisht policia deklaroi se gjatë kontrollit në jaht nuk u gjetën armë zjarri apo sende të tjera të palishme. Tashmë çështjen po e ndjek Prokuroria e Vlorës. Besimin e ekonomi ra edhe për gjatë muajit korrik, Banka e Shqipërisë thotë se ky tregues shënoi rënje me 1% krahasuar me qershorin për shkak se të gjithë sektorët e ekonomisë janë më pesimiste, veçanërisht ndërtimi dhe tregtia. Konsumatorët janë të vetmit që janë shprehur pozitivisht për situatën ekonomike aktuale. Për të dytin muaj radhës, Banka e Shqipërisë thotë se besimi në ekonomi është në ulje dhe se në korrik ra me 1 pikë krahasuar me qershorin. Rënja e besimit thuhet në vrojtim u ndikua nga të gjithë sektorët e biznesit me goditjen më të fortë në ndërtim dhe tregti, ndërkohë besimi i konsumatorëve shënoi përmirësim të lehtë. Për shkak të uljes së kontratave për porosi për prona dhe rënjes së aktivitetit të ndërtues, një nga sektorët kryesor të rritjes ekonomike ai ndërtimit ka ulur besimin me 4.6%. Sektori i dytë më pesimist është tregtia me rënje krahasuar me qershorin me 3.2%, e ndikuar kryesisht nga pritshmëritë për ecurinë e biznesit dhe punësimi. Impakt në këtë sektor kanë edhe presione që vijnë nga tregu i huaj, për shkak se lufta në lindjen e mesme në korrik riktheu përsëri çmimet të larta të lëndëve djegëse duke rritur automatikisht kostot e transportit. Edhe pse në kulmin e sezonit turistik besimi në sektorin e shërbimeve ra me 2.4% në muajin e kaluar, pasi bizneset janë shprehur se prenotimet kanë shënuar rënje në raport me muajin paraardhës. Qeveria ka shprehur se turizmi është goditur nga imazhi negativ që kanë krijuar protestat, pasi kanë ulur ritmin e hyrjeve të vizitorëve, si dhe kanë shtuar anulimet e rezervimeve. Në qershor numri të huajve që erdhin në vend u rrit me vetëm 1.3%, shumë më pak se muajt e kaluar.
Sektori me uljen më të vogël është industria me 0,8%. Në kontrast me bizneset, konsumatorët u shfaqen më optimist, treguesi besimit të tyre u rrit me 2,2%, përmirësim që mbështetet nga vlerësimet më pozitive për situatën ekonomike të vendit, financat familjare dhe gatishmëria për të kryer blerje të mëdha. Ishte gjithçka për këtë edicion të parë lajmesh, bashkë do të shihemi në aftësirat e ardhshme informative. Mirupafshim.